Ai që ai sajtuar me tonë, ju shpjegoj si funksionon. Pra, lejen nuk e merr organizata e arkitekturës dhe nëse ka një ide. S'ke tu që thua banesë prokurorit tu, tregon banesë prokurorit tu, çfarë është kërcënim është ky? Është kërcënim ky tregon banesë prokurorit. Prokuror. Më 24 shkurt 2025, kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i akuzoi prokurorin Orz Dado se gjatë një seance gjyqësore e kishte fyer rënd, duke përdorur fjalë si gënjeshtar, patologjik dhe ndyrësir. Velia pretendoi se këto fyrje ishin regjistruar dhe kërkoi reagim publik ndaj tyre. Pas kësaj deklarate, disa media të afërta të tij nxituan të pasqyronin versionin e tij të ngjarjes. Ndërkohë përgjimet nga burgu i Durrësit tregojnë për një tjetër realitet. Gjatë bisedave me bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa, Velia e flet për mënyrën se si po manipuloi audio e kësaj seance. Ai kërkon që zëri të pastrohet dhe që transkripti i rregulluar t'i dorëzohet një redaktori për publikim. Ajola konfirmon se çuna po punonin me audion dhe se duhej kujdes me komunikimin pasi ishin në përgjim. Velia i shpaqet i shqetësuar që gjyqtari që sipas tij ka mbrojtur prokurorin dhe kërkon që materiali të bëhet gati për një reagim të organizuar nga persona si Merobaze dhe Masexhia. Nga bisedat, rezulton qartë që materiali pretenduar nga Veliaj po manipulohej. Në fund pak dhe gjëku kohë hodhon poshtë pretendimet e Veliaj duke deklaruar se nuk ka asnjë provë që prokurori Dado të ketë fyer apo përdorur gjuhë të papërshtatshme ndaj tij gjatë seancës. Ngjarja ngre dyshime serioze mbi përpjekjet për ndikuar opinionin publik me prova të fabrikuara.